Këmkuqi është receta për ditën e sotme, një recetë tradicionale çame ose siç quhet ndryshe dhe buka e çamërisë. Është një nga ato receta nëse përgatit një herë do ta përgatisni gjithmonë sepse aq e mira është. Unë për herë të parë e bëra sepse gjithmonë e kam shijuar nga gjysha dhe nga mami im dhe më doli mrekullia vet dhe ndaj sot po e ndaj me ju. Në një enë të thellë kam shkër kripën së bashku me ujin, kam hedhur vajin e ullirit, me dhe pak nga pak kam hedhur dhe miellin. Sodën e bukës i kam përzier mirë, më pas kam shtuar pak fare djath dhe siç e shikoni brumi duhet të jetë homogjen, elastik dhe i shndritshëm. Në një enë tjetër kam thërmuar djathin në copa të mëdha, kam hedhur mielli për të hequr lagështirën e djathit dhe kam hapur në një tavë me vaj ulliri, djathin e kam hedhur përsipër. E kam ngjeshur pak fare me luk, vaj përsipër përsëri, e kam pjekur në furn sa ka marrë të ngjyrën e bukur dhe ju siguroj që është mrekullia vet. Nëse provoni miq, ju bëf të mirë.